Amerika Latine dhe disa shtetet e Europës ishin bazat që disa biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë kishin ngritur prej vitesh sa i takon trafikimit të tonelatave të kokainës. Në dosjen voluminoze dhe mbase më të fortë të realizuar nga prokuroria e posaçme, janë specifikuar vendet si Spanja, Belgjika, Gjermania apo edhe Amerika, shtetet ku biznesmeni Artur Shehu dhe antarët e tjerë të grupit të Alfredo Hamzait nga viti 2018 deri në vitin 2021 takoheshin për të koordinuar trafikun e drogës. Pjesa më e madhe e parave të përfituara nga ky aktivitet silleshin në Shqipëri, duke investuar në prona, pallate, bregdet, por edhe në ngritjen e kullave. Këto takime janë kryer para operacionit të trafikut të drogës që ndodhi në Barcelonë në janar të 2020-s, ku sekuestruan 441 kg kokainë dhe ku arrestua kushëriri i Alfredo Hamzait. Ndërsa në Monaco, takimi kishte si qëllim koordinimin e trafikut të kokainës në Europë. Për SPAK, një ndihmë e madhe në hetim ka qenë edhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët, ku në disa raste autoritetet belge i kanë sjellë informacione për këto takime dhe investimet e biznesmenëve në pasuri të paluajtshme. Një tjetër pikë në hetime janë edhe takimet në ishullin e Arubas. Autoritetet e huaja tregojnë saktësisht se nga data 24 deri më 31 janar të vitit 2019, Arben Ismailaj, Elton Mehmeti, Adrian Rama, Artur Shehu dhe Bujar Shehaj kanë qëndruar në ishullin e Arubas ku janë takuar edhe me disa zyrtar. Të gjitha këto informacione janë në fazën e hetimit pasi mungojnë provat. Artur Shehu, emri të cilit u bë publik kohët e fundit si një nga pronarët më të mëdhenj të Zvërnecit, sipas hetimeve rezulton si një nga kokat e organizatës të trafikut të drogës. Parat e grupit kriminal sipas SPAK ndaheshin në disa faza për realizimin e pastrimit në Shqipëri. Ndërkohë SPAK në njoftimin e tij zyrtar tha se janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërkohë që janë sekuestruar prona në Tiranë, Vlorë, Himar me vlerë 10 milion euro. Mes fletaresteve të prera bëjnë pjesë biznesmeni i shumë përfolur Artur Shehu, mas që nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik. Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash, i financuar nga vëllezërit narkotrafikant Erion dhe Adrian Rama. Në akuzë është edhe biznesmeni i njohur i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili është arrestuar në Greqi. SPAK me kërkesë të dy prokurorëve të posaçëm Altin Dumani dhe Elida Kaçkini urdhëruan edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku, Arturit që dyshohet si koka e grupit kriminal, si edhe Abedinit dhe Ervinit. Ata nuk u vunë pas sekurave pasi ndodhen në Dubai, por SPAK disponon prova për trafikun e drogës të realizuar prej tyre nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë ishte biznesmeni Ilir Shtufi ai që pastronte parat e tyre, ndërkohë në qeli për të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota.